Përshëndetje miq, sonte në këtë video të shkurtër do të mundohem të prekit diçka që është tejet e rëndësishme në marrëdhëniet turko-amerikane. Më saktësisht dua të flas për atë që është pritur me padurim vendimi apo qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me rastin Ekrem Imamoglu. E dim se çështja Ekrem Imamoglu tani më është bë e njohur botërisht, ka shkaktuar reagime të mëdha në arenën ndërkombëtare e fillimisht brenda Turqisë. Në pyetjen e sotshme të gazetarëve që i ashtrojnë Marco Rubios dhe shihej se është në aeroplan duke udhëtuar diku, se si e vlerëson rastin Imamoglu, Rubio thot se kjo çështje është çështje e brendshme e Turqisë. Ne nuk përzihemi në çështje të brendshme të asnjë vendi, aq më pak të përzihemi në çështje të brendshme të vendeve mike. Përtej kësaj, ai tha se janë të shqetësuar SHBA-t natyrisht me ngjarjet në Turqi, sepse Turqia është një vend mik i SHBA-ve dhe asaj i dëshirojmë çdo të mirë në rrugtimin e saj. Ngjitas me këtë, dua të përmendi edhe telefonatën e 16 marsit, para 10 ditë domethënë, që është zhvilluar midis Erdogan dhe Trump. Se çfarë është fol aty nuk dihet ende, nuk ka dalë në opinion, por pas bisedes Trump deklaron se Erdogan është një lider i mirë, se Turqia po ecë mbar, se Turqia është një alat i rëndësishëm për SHBA-t, për NATO-n dhe për rajonin. Po kthehem te intervista e sotshme e Rubios. Ky thot se që nga fillimi i protestave në Turqi, jemi duke e përcjell situatën atje përsafermi. Nga perspektiva e sigurisë, e thot duke e nënvizuar, nga perspektiva e sigurisë së Turqisë, Rubio shpreh shqetësimin amerikan në lidhje me atë që po ndodh atje. Duke e përmend gjithashtu qëndrimin e Trump se ka shprehur dëshirën e tij që të thellon bashkëpunimin me Erdogan, ndërsa SHBA-ja me Turqinë. Me Turqinë duam të bashkëpunojmë në çështjen e Sirisë dhe shumë çështje dhe zona të nxehta me interes për Amerikën dhe për Turqinë. Rubio e dini, e kam bë edhe një video të martën e kaluar, e ka pritur ministrin e jashtëm turk Hakan Fidan, dhe pas takimit dhe pas bisedave, State Department del me një deklarat me shkrim dhe pasqyron qëndrimin amerikan në lidhje me kërkesat e palës turke, si dhe me ato se çfarë dëshiron dhe çfarë kërkon Washingtoni zyrtar nga Ankaraja zyrtare. Përveç të gjitha të tjerave, shprehet dëshira e Amerikës nëpërmes Rubio se vullnet, qëndrim dhe insistim i Trumpit është që të rritet bashkëpunimi tregtar midis Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në $100 miliard përgjatë këtij viti. Ndërsa nga viti i kaluar, vitin e ardhshëm do të punohet që kjo shumë të shkoj mbi $100 miliard, e që është një e arritur e rëndësishme për ekonominë turke.
viteve të fundit ka pas tendenca të lëkundjeve të raporteve turko-amerikane, sidomos tek rasti i raketave ruse të cilat i bleu Turqia S-400, pastaj të qëndrimit këmbgulës të Turqisë në lidhje me Sirin e sidomos me JPG-n dhe PKK-n, në lidhje me qëndrimin dhe vendosmërinë e Turqisë në Libi dhe pak më parë edhe me insistimin e Turqisë që të vazhdoj punën e saj në shpimin e puseve në ujrat e Mesdheut për të hulumtuar gaz dhe naftë të re, që është zbuluar se ajo pjesë e Mediteranit është një pellg i pashtershëm për gaz dhe naftë. Në pyetjen e gazetarëve sot, në lidhje me rastin e studentes turke që po vazhdonte doktoratën në Turqi, Rumeysa Öztürk, e cila u arrestua pak ditë më parë nga FBI në rrugë, duke ju lidhur duart nga brapa dhe duke ju prish viza për të ekstraduar, për të larguar dëbuar nga SHBA-ja për në Turqi apo në ndonjë vend tjetër. Në lidhje me këtë çështje, Rubio e mbron qëndrimin e FBI-s dhe të politikës amerikane të tanishme. Thot, ne studentëve të huaj po u japim viza që të vinë të studiojnë dhe jo të organizojnë protesta në vendin ton apo të marrin pjesë në për protesta të cilat ne nuk i mbështesim dhe të cilët protestuas mbështesin ata të cilët ne nuk i mbështesim. Natyrisht duke aluduar në lëvizjen rezistente palestineze të Hamasit. Kërkesa e Ankaras është që të rishqyrtohet vendimi në lidhje me Rumeysa Öztürk, që të mos ekstradohet, që të mos dëmtohet procesi i studimeve të saja, por në bazë të asaj që e thot Rubio sot, çështja e kësaj studente turke nuk është rast i izoluar, por thot janë edhe 300 student të tjerë, të cilët kanë ardhur nga jashtë, po marrin pjesë në për demonstrata dhe revolta, dhe të cilat po bien ndesh me politikat zyrtare të SHBA-ve. Të ju rikujtoj, miq të respektuar, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kësaj radhe, pas ardhjes së Trump në shtëpinë e bardhë, janë të fokusuar me një politikë ta quaj kushtimisht, me duar të hekurta në raport me dy pika. Një, janë duke e luftuar kriminalitetin ekonomik, e sidomos emigrantët të cilët kanë ardhur në SHBA dhe kanë zhvilluar veprimtari të ndaluara kriminale, dhe e dyta janë duke i ndjekur të gjithë ata të huaj dhe vendas të cilët po mbështesin Hamasin, qoftë edhe me deklaratat e tyre. Me mijëra viza janë duke u refuzuar, thot sot Rubio. Nuk do të lejojmë viza për student dhe refugjat që të vinë të vazhdojnë studimet dhe jetën e tyre në Amerikë. Këtë duhet ta kuptojnë të gjithë, bën thirrje Rubio. Nga ana tjetër, në SHBA janë duke u përcjell për së afërmi çdo aktivitet që po bëhet atje në lidhje me cilën do politik të cilën e ka vë në sistem sot administrata Donald Trump. Të kthehem tek rasti i Ekrem Imamoglu. GHP-ja në Turqi është e shqetësuar e nevrikosur deri në skajshmëri me vendet e Bashkimit Evropian, e sidomos me Britaninë e Madhe.
Para një 3 dite, shefi i GHP-s, lideri i GHP-s Özgür Özel, e kritikon ashpër qëndrimin zyrtar të SHBA-ve, të Britanisë së Madhe, duke thënë se çfarë është kjo punë? Si të konsiderohemi miq, kur Britania nuk na mbështet në kauzën tonë. Përkundrazi, merr në pozitë neutrale, qëndrim neutral ndaj gjithë asaj që po bëhet si padrejtësi mbi ne. Bile për te i kësaj, Özgür Özel thëtë se ne si parti nuk do të harrojmë kur qëndrimin e tanishëm të Britanisë. Duke dasht me përfundue, në lidhje me rastin Ekrem İmamoğlu dhe çdo gjë që po lidhet rreth kësaj, 2 gjëra shumë shkurt. Ky operacion, të cilën është duke e bërë policia, hetuesia e prokuroria turke, nuk është operacion kundër opozitës. 35 parti politike kanë marrë pjesë në zgjedhjet e kaluara. 13 prej tyre janë në parlament. Kanë ulset të tyre, kanë fituar ulset të tyre në parlament. Qeveria turke, Erdogan, shteti, nuk është duke e ndjekur opozitën, përkundrazi, vet opozita, vet GHP-ja, vet njerëzit e GHP-s kanë lajmëruar në polici, aty ku do të lajmëruar, rastet e korrupsionit që po bëheshin në Bashkinë e Stambollit. Raste këto, para të cilave asnjë prokurori në botë nuk do të mund të heshte. Pra, nuk janë raste të inicuara nga AKP-ja apo nga presidenti Erdogan. Çështja e dytë që dua ta përmendi këtu në lidhje me rastin është fakti se, ose për shkak të qëndrueshmërisë politike dhe të rolit të saj në arenën ndërkombëtare, asnjë nga vendet e botës nuk ka dalë me ndonjë qëndrim kundër asaj që po bën qeveria turke, apo të them ma qartë, të harrojmë këtë që e thash, asnjë nga vendet evropiane nuk kanë mbështetur protestat dhe qëndrimet e GHP-s. Përkundrazi, disa prej tyre kanë bajë qëndrim neutral, disa prej tyre i kanë mbështetur politikat e tanishme, po flas në kuptim të qëndrimeve zyrtare të shteteve, jo në kuptim të gazetave, të mediumeve të ndryshme, të cilat në të shumtën e rasteve kanë kritikuar qëndrimet e qeverisë turke, e shtetit turk në raport me ato që po ndodhen tani si protesta dhe si proces, si operacion kundër këtij kriminaliteti në Turqi. Dhe për fund të fundit, Turqia, me sa po shihet, tani më është në një pozicion për të cilën nuk mund të pyetet se cilit krah po ja mban. Ajo është bërë krah në vete dhe vepron sipas interesave të saj, njëjtë siç po veprojnë të gjitha shtetet e fuqishme. Në vijen e kësaj unë e shoh, për shkak të fuqisë së saj, për shkak të pozicionit të saj, për shkak të avancimeve marramense në industrinë ushtarake, sidomos të aviacionit, dhe për shkak të nevojës së Washingtonit për Ankaran, administrata e Donald Trump është duke hedhur hapa drejt një afrimi dhe thellimi shumë më të madh të marrëdhënieve midis SHBA-ve dhe Turqisë. Deri në videon e radhës, mirëmbëjtje.